Që vetë fakti që kemi dallim për vetëm 4 mandate në mes të pozitës dhe opozitës në këtë rast, tregon që zgjedhjet si të tilla jo më do mos kanë qenë zgjidhje nga situata çfarë kemi pasur. Pra ne jemi esencialisht prapë në pikën pothuajse të njëjtë çfarë kemi qenë pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit, sa i përket çështjes së zgjedhjes së presidentit. Dhe unë besoj ka pasur dy faktorë kryesorë cilët e kanë sjell vendin në një situatë të tillë ku për gjatë gati 2 viteve kemi pasur krizat të një pasnjëshme dhe shkuarje në zgjedhje. E para është çështja e mungesës së vullnetit politik për marrëveshje. Dhe unë besoj që zgjedhjet jo më do mos kanë arritur ta sanojnë këtë problematikë, sepse nuk është se deklarativisht të paktën ka gatishmëri serioze e të sinqertë prej të dyja anëve për gjetur një zgjidhje. Dhe problemi i dytë që është mungesa e besimit politik vjen ta karakterizoj situatën politike. Si lëvizja vendosje e cila është partia e parë e dal nga këto zgjedhje, ashtu edhe subjektet e tjera opozitare, duke që vijojnë ta kenë një nivel tepër të lartë të mosbesimit në raport me njëra tjetrën, dhe që në kuptim të formimit të institucioneve kjo rrezikon të bëhet pengesë, për shkak se fillimisht lëvizja vendosje ka mundësinë që vetëm me votat e komuniteteve pakic, në këtë rast jo serbe për jashtë zotin Rashić, i cili me mandatin e fituar pres që t'jetë pjesë e ekzekutivit, lëvizja vendosje do të mund ta formojë vetë me qeverinë. Dhe në këtë drejtim, ky potencial dhe ky kapital politik që ka do ta diktojnë mas madhe edhe vetë mbarvajtjen e diskutimeve për çështjen e zgjedhjes së presidentit, sepse në njërin anë është e qartë që lëvizja vendosje nuk mund ta zgjedhë presidentin e vet vetëm me pakicat, por në anën tjetër edhe ai standardi i proklamuar nga vetë zoti Kurti që nevojiten 84-5 vota do të jetë vështirë arritshëm me rezultatin çfarë kemi parë pa pasur koalicion ose me Partinë Demokratike të Kosovës ose me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe AK në këtë rast. Sepse parja e çfarë do duhej të ngjante në kuptimin e garantimit dhe rritjes mundësisë për të pasur marrëveshje politike, do të ishte një marrëveshje në pak kohë edhe për presidentin, edhe për çështjen e qeverisë edhe për kryeparlamentarin, në mënyrë që të evitohen situata ku pastaj formimi i qeverisë qëndrohet në pengesë. Por në anën tjetër, në aspektin procedural, nuk ka absolutisht asnjë ndalesë që të procedohet fillimisht me zgjedhjen e qeverisë, ndonse praktika nga viti 2011 tregon që në atë kohë ishte proceduar fillimisht me zgjedhjen e presidentit. Kushtetuta, aktgjykimi dhe çfarëdo legislacioni tjetër nuk e përcakton në mënyrë shprehimore nëse duhet procedohet spari me presidentin apo jo. Sepse kemi të bëjmë me dy afate krejt të ndara. Pra, në rastin e presidentit, afati 60 ditor fillon nga dita e konstituimit të kuvendit, derisa për çështjen e kryeministrit është 60 ditë nga mandatimi nga presidentja, në këtë rast ushtruesi apo ushtruesja e detyrës së presidentit. Që nuk kupton se derisa për kryeministrin afati maksimal është 40 ditë, pra 15 ditë për kandidatin e parë, në rast të dështimit 10 ditë për të u caktuar kandidati i dytë dhe 15 ditë për kandidatin e dytë, kemi gjithsej 40 ditë, që nuk kupton se nuk prish punë që të procedohet me çështjen e kryeministrit, për shkak se kjo do të mund të vijante pastaj edhe në rast të zgjedhjes të mbesin afërsisht 3 javë kohë për çështjen e... Dërgo automatikisht procedura për zgjedhjen e presidentit nis me konstruimin e kuvendit, apo jo? Po, tash gjykata ka përcaktuar që procedurë për zgjedhjen e presidentit nuk kupton me domos vetëm mbajtjen e votimit. Pra, mund të fillohet me mbledhjen e nënshkrimeve, paraqitjen e kandidaturave pranë kryetarit apo kryetarës së ardhshme të kuvendit dhe që të filloj procedura në kuvend. Por në anën tjetër, zgjatja prej 60 ditësh ofron një lloj fleksibiliteti për partitë politike që gjejnë një lloj konsensusi në këtë drejtim.